Gjatë mesnatës janë dëmtuar punishtet ku po ndërtohet ura mbi Ibër nga rritja e nivelit të ujit në Ujman. Ministri në detyrë Hekuran Murati apelon për votim të buxhetit, hoti i LDK-s thotë se ka shkelje ligjore. Në Orlan përkujtohet heroi i kombit Zahir Pajaziti, krerët e shtetit bëjnë homazhe. Prokurorët mbajnë konferencë vjetore, kërkojnë buxhet më të madh për të punësuar prokuror të rinj. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Pas mesnatës, uji i lumit Ibër ka përmbytur vend punishte në urës së re për Këmbësor në Mitrovic, duke shkaktuar dëmë në pajisje dhe ndërprerje të punimeve. Nga Ibër Lepenci është sqaruar se përmbytja ndodhi pasi për shkak të rrëshqitjes së dheut në kanalin kryesor u desh që uji të lirohej në shtratin e lumit Ibër për ta shmangur dëmtimin e kanalit që furnizon me ujë Kekun dhe ujësjellësit rajonal. Pas mesnate, uji i lumit Ibër ka depërtuar në vend punishtën, ku është duke u ndërtuar ura e re për Këmbësor që lidh veriun dhe jugun e Mitrovicës, duke dëmtuar veglat e punës dhe materialet ndërtimore në vend punishte. Punishtja është përmbytur mbrëm pasi niveli i ujit është rritur ndjeshëm në një pjesë të konsiderueshme të saj. Punëkryesi i projektit Jahir Nimani ka kërkuar reagim dhe hetim urgjent nga institucionet e sigurisë, policia e prokuroria për të zbardhur rastin, teksa ka theksuar se dëmët janë të mëdha, pasi pajisjet dhe strukturat ndërtimore që ndodheshin në proces punimësh janë dëmtuar. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes Ibër Lepenc ka sqaruar situatën rreth vërshimit të punishtës. Mbram ka mesnata kemi pas një rrëshqitje të dheut në kanalin kryesor dhe është desh me herë që ujin prej kanalit kryesor me zbrasën në shtratin e lumit Ibër derisa ndërkohë e kemi ndalë digën e vogël në Pridvoric. Pra ka qenë një rrjedhje e papritur edhe në atë shpejtësi ndërmjet dy dëmëve që mund të realizohen, atëherë kemi menduar se më mirë është me lshu ujin në Ibër, se të dëmtohet kanali, sepse e dim rëndësinë e kanalit për furnizimin e Kekut dhe ujësjellësave regionale. Muj ka shtoj se gjithçka është nën kontroll dhe sipas tij, me rëndësi është se konstruksioni i urës nuk është rrezikuar asnjëherë. Ndërkohë nën kontraktori i punimeve në urën e Këmbësorëve pretendon se kjo çështje lidhet me ndërhyrje njerëzore. Dhe nga dora njerëzit se kjo është verifikuar nga institucionet kompetente, përkatësisht policia, që kanë qenë vend në ngjarjes të Gazivoda Ujman qyshe qutash. Ato kanë pranuar ata që është bën urdhën prej Prishtinës me lshu ujin. Na kemi pas një marrëveshje që ujin mos me lshu pa paralajmërim, edhe nëse lshohet uji me u lshu me mas të vogël, nëse domethënë arritet niveli ujit atje lart të Ujmanit, me lshu me një mas të vogël, mos më na boton me neve. Nga policia e Kosovës i kanë thënë RTK-s se në këtë rast nuk ka elemente për vepër penale. Dëmet e shkaktuara në pajisjet e vend punishtës janë çështje diskutimi mes Ibër Lepencit dhe kompanisë ndërtuese. Gjatë ditës tek penda e Ujmanit kanë qëndruar edhe ekipet e Uleksit. Gjatë ditës është punuar në largimin e sasisë së ujit, ndërsa nesër pritet të vazhdojnë punimet në urë. Ministri në detyrë i Financave Hekuran Murati u ka bërë thirrje deputetëve që ta votojnë buxhetin e vitit 2025 për komunat e Prishtinës, Gjilanit dhe Zubim Potokut. Siç ka shkruar ai në rrjetet sociale, tash Kosova ka kuvend dhe deputetët duhet të miratojnë buxhetin e këtyre komunave e t'i lënë anash inatet politike. Përmes procedurës përshpejtuar prej 72 orësh, Kuvendi i Kosovës mund të miratoj buxhetet e këtyre komunave për vitin 2025 dhe të hapet rruga për pagesën e faturave që janë grumbulluar qysh javën që vjen.
Uroj që deputetët e opozitës ta lënë anash inatin politik e ta bëjnë veprimin e duhur, ka shkruar Murati. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka përmendur disa vërejtje që sipas tij janë shkelje ligjore që janë bërë gjatë procedimit në kuvend të projekt buxhetit për vitin 2026. Hoti ka thënë se me dërgimin e këtij projekt ligji të deputetët edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Dimal Basha ka bërë shkelje. Tutje, ai ka thënë se qeveria në detyrë mund ta përgatisë projekt buxhetin, por nuk mund ta dërgojë në kuvend. Sindikata e punëtorëve të radio televizionit e Kosovës kërkon nga Kuvendi i Kosovës, partitë politike si dhe të gjithë aktorët vendimmarrës në vend, po ashtu edhe nga bordi dhe menaxhmenti i RTK-s, që me urgjencë të zgjidhin çështjen e pagave të punëtorëve të RTK-s. Sipas tyre, në të kundërtën, SPE RTK do të detyrohet të protestojë për të drejtat dhe pagat e merituara të punëtorëve të RTK-s, të garantuara me ligj. Aktualisht, rreth 700 familje të punëtorëve të RTK-s kanë mbetur pa të ardhura, duke u përballur me detyrime të mëdha financiare dhe vështirësi jetike. Në kohën kur në institucionet e shtetit po flitet për rritje pagash, punëtorët e RTK-s nuk i kanë marrë as pagat bazë që u takojnë ligjërisht, thuhet në komunikatën e sindikatës. Në kujtim të herojit të kombit, Zahir Pajaziti në fshatin Orlan të Podujevës është mbajtur një aktivitet përkujtimor me rastin e ditëlindjes së tij. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore, të cilët me homazhe nderuan figurën dhe kontributin e tij për lirinë e vendit. Sot është shënuar ditëlindja e herojit Zahir Pajaziti. Për nder të tij, në fshatin e tij të lindjes Orlan, është përkujtuar jeta dhe vepra e herojit. Aty bën homazhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me kryetarin e Podujevës Shpejtim Bulliqi, si dhe ministri në detyrë të kulturës Hajrullah Qeko. E mbajmë mend mirë janarin e vitit 1997, kur Zahir Pajaziti, pa i mbushur ende 35 vjet, ra heroikisht në ballafaqim me forcat armike e okupatore të Serbisë në Pestov të Vushtrisë. Zahiri është figurë qendrore e historisë sonë. Ai është fryma që vazhdon të na udhëheq, shembulli që na mëson se dashuria për atë dhënë nuk ka çmim dhe severia kërkon sakrificë për kushtim e veçantë. Ndërkaq, vëllai i heroit Zahir Pajaziti, Bajrami, tha se vepra e herojit është krenari që i takon gjithë Kosovës e jo vetëm familjes. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është një epokë e lavdishme e cila duhet të shkruhet në historinë e këtij populli me shkronjë të arta. Zahir Pajaziti ishte një ndër figurat më të rëndësishme të luftës për lirinë e Kosovës. Ai njihet si heroi i kombit shqiptar, një simbol i guximit, sakrificës dhe atëdashurisë. Si komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zahir Pajaziti dha jetën për çlimin dhe pavarësinë e vendit. Në konferencën vjetore, ushtruesi i detyrës krye prokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, ka theksuar se mungesa e prokurorëve në raport me numrin e madh të lëndëve mbetet një sfidë serioze për sistemin e drejtësisë. Kelmendi tha se institucionet që nuk ndajnë buxhet për rritjen e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve në raport me numrin e çështjeve penale, mbajnë përgjegjësi edhe për mungesën e drejtësisë sipas standardeve të avancuara ndërkombëtare. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, ka kërkuar nga ekzekutivi që të mendojë seriozisht për krijimin e kushteve më të mira për punën e prokurorëve. Kelmendi tha se mosaprovimi i kërkesave buxhetore, veçmas për rritjen e numrit të prokurorëve, ka kufizuar punën e prokurorit të shtetit, por edhe të gjyqtarëve. E përsërisë është koha e fundit që institucionet kompetente të Republikës së Kosovës të mendojnë shumë seriozisht për krijimin e kushteve për punë më efikase në prokurori dhe në gjykata, sepse drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Përkundrazi, një drejtësi e vonuar vetëm sa paraqet shkaqe dhe arsye për zhgënjim,
dhe rritje të kriminalitetit dhe dëmtim të rënd të drejtave të njeriut. Mungesa e prokurorëve në raport me numrin e lëndëve të grumbulluara që nga koha e Unmikut dhe Uleksit dhe numri i madh i rasteve të reja që vinë e pranohen në punë janë sfida të mëdha për prokurorin e shtetit. Në konferencën vjetore të prokurorit të shtetit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Ardian Hajdaraj, i ka bërë thirrje presidentes Osmani që ta dekretoj kandidatin Blerim Isufaj në pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Gjatë këtij mandati kemi punuar me përkushtim për përmbushur mandatin ton kushtetues dhe ligjor për të krijuar kushte më të mira për punën tuaj si prokuror, për të forcuar integritetin dhe llogaridhënien në sistemin ton dhe për siguruar që drejtësia të jetë më e prekshme për gjithë qytetarët. Gjykata Supreme e Kosovës mbetet e përkushtuar që përmes unifikimit praktikës gjyqësore dhe përmes interpretimit qartë ligjit të ndihmojë në krijimin e sistemit të drejtësisë që vepron në standarde të barabarta për secilin qytetar në çdo pjesë të vendit. Në sesionin e dytë të konferencës, pati prezantime për avancimin dhe fuqizimin e proceseve të punës në sistemin prokurorial. Pas rreth 2 dekadave në përballje me drejtësinë në rreth 100 seanca gjyqësore, urologu i njohur Lutfi Dervishi sjell përjetimet e tij. Ai thotë se ky proces dëmtoi si në aspektin njerëzor, profesional, por edhe material. Pas një procesi të gjatë gjyqësor që zgjati rreth 17 vjet, urologu Lutfi Dervishi u lirua nga akuzat për krim të organizuar dhe trafikim me qenie njerëzore. Pasi gjykata e apelit këtë javë vërtetoi aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Pas një përballje të gjatë me drejtësinë, Dervishi thotë se të gjitha akuzat ndaj tij dhe spitalit që e drejtonte ishin të pabaza. Natyrisht unë kam qenë thjesht i zgjënjur me ato sillet. Dy gjëra kanë qenë për mua shumë të befasishme dhe të pakuptueshme. Kasta politike atëhershme bonin një lëshim të madh që edhe sot po hakmerët jem të po, sot e kësaj dite atë lëshim. Pas më shumë se 100 seancave gjyqësore të mbajtura, gjykata themelore në Prishtinë në prill të vitit 2013, Lutfi Dervishin e kishte dënuar me 8 vjet burg dhe 10.000 euro për trafikim me njerëz në bashkëkryerje dhe krim të organizuar. Mjekut Dervishi ishte ndaluar edhe ushtrimi i profesionit të urologut prej 2 vjetësh. Dervishi tregon se për rreth 2 dekada i gjithë ky proces e dëmtoi në aspektin profesional e njerëzor. Pas një katrahurit gjatë, një presiorit gjatë, të vjen një diçka që ti lirosh për diçka që të kanë ngarku tjerë, një barë që të kanë vu që se këtë pas kur. Natyrisht që ti e ndi një lehtësim shpirtënor, po edhe një lehtësim shëndetësor. Se nuk është bashkë, i thash ajo që kam përjetu, unë dhe familja, ka qenë e rëndë. Por pas një procesi të gjatë, në qershor të vitit 2023, gjykata themelore në Prishtinë kishte shpallur aktgjykim lirues ndaj urologut Dervishi. Nga diplomacia në Ankara të tronditjet në industrinë gjermane të makinave, deri të tensionet brenda SPD-s për reformën sociale, këto janë zhvillimet kryesore të javës në Gjermani, të përzgjedhura nga korrespondentja Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka. Turqia dhe Gjermania, si janë marrëdhëniet mes dy vendeve? Kancelari gjerman Friedrich Merz zhvilloi këtë javë vizitën e tij të parë zyrtare në vend. Në Ankara, ai u takua me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, që në fillim të dy theksuan rëndësinë strategjike të marrëdhënieve mes Gjermanisë dhe Turqisë, sidomos në një periudhë konfliktesh globale dhe tensioni në lindjen e mesme. Bisedimet u fokusuan te siguria, lufta në Ukrainë, situata në Gaza dhe bashkëpunimi për kthimin e personave pa të drejtë qëndrimi në Gjermani. Turqia mbetet partner kyç për NATO-n dhe menaxhimin e migracionit, çka e bën bashkëpunimin politik praktikisht të domosdoshëm për Berlinin, por pas buzëqeshjeve diplomatike mbeten dallime esenciale. Edhe sa mban modeli ekonomik i Gjermanisë
kur vetë industria automobilave është në lëkundje. Të javë debati për të ardhmen e industrisë automobilave në Gjermani u intensifikua pasi kompanitë kryesore raportuan rënje të mëdha fitimesh dhe shkurtime. Volkswagen dhe Porsche regjistruan humbje miliardësh. Ekspertët flasin për një krizë strukturore e jo vetëm ciklike. Prodhimi në Gjermani është bërë shumë i shtrenjtë. Tregjet ndërkombëtare janë dobësuar dhe prodhuesit kinez e amerikan po avancojnë me shpejtësi në teknologjinë e automjeteve elektrike dhe inteligjente. Qeveria po përgatit ulje taksash dhe mbështetje për inovacion, por industria paralajmëron se koha është e kufizuar, ndërsa kalimi drejt elektromobilitetit po krijon vende të reja pune, humbjet në prodhimin tradicional të motorëve janë më të shpejta se fitimet nga sektori i ri. Planet e kancelarit konservator gjerman Friedrich Merz për reforma në fushën sociale, si dhe deklaratat e fundit të tij lidhur me migrantët, kanë filluar që të shkaktojnë edhe plasaritje brenda koalicionit të madh në Gjermani. Brenda socialdemokratëve ka nisur një nismë nga baza kundër reformës së planifikuar të Bürgergeld, pra të asistencës sociale, rreth 160 antar të partisë, mes tyre dhe figura të socialdemokratëve të rinj dhe ish zyrtar të lartë po mbledhin firma kundër ashpërsimit të sanksioneve. Ata paralajmërojnë se socialdemokratët nuk duhet të mbështesin politika që ndëshkojnë varfërinë. Udhëheqja e partisë përpiqet të ruajë qetësinë, por debati hapet në një moment kur socialdemokratët po bien në sondazhe dhe kërkojnë një profil më të qartë social. Pra vjeshta e reformave, siç ka paralajmëruar më parë kancelari Friedrich Merz, nuk do të jetë pa shtrëngata. Dhjetra mijëra qytetarë të Serbisë kanë dalë në rrugët e Novi Sadit për të shënuar një vjetorin e tragjedisë gjatë së cilës humben jetën 16 qytetarë dhe e cila nxiti valjen masive të protestave antiqeveritare të cilat ende vazhdojnë. Dhjetra mijëra qytetarë të Serbisë të udhëhequr nga grupet studentore janë mbledhur në Novi Sad për të shënuar një vjetorin e tragjedisë në stacionin e trenit, ku humbën jetën 16 civil dhe për të vazhduar të kërkojnë përgjegjësi prej autoriteteve. Qytetarët mbajtën 16 minuta qetësi në shenjë nderimi për 16 viktimat, para se të vazhdojnë me tubim në të cilin, përveç përgjegjësisë nga ana e zyrtarëve, edhe një herë bën thirrje për zgjedhje të hershme. Me 1 nëntor të vitit 2024, një pjesë e sapo renovuar e stacionit të trenave në Novi Sad u rrëzua papritur, duke vrarë 16 dhe duke lënduar rreth 20 persona të tjerë. Ngjarja nxiti protesta masive në tërë vendin, në të cilat pjesëmarrësit fillimisht kërkonin përgjegjësi, por shpejt filluan të bëjnë thirrje për ndryshim të pushtetit dhe zgjedhje të reja. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ekspertët e pavarur kanë fajsuar korrupsionin dhe ndërtimin jo standard për tragjedinë në Novi Sad, përderisa edhe një hetim i pavarur i Bashkimit Evropian vërtetoi se tragjedia ndodhi për shkak të korrupsionit në nivelet e larta të pushtetit. Por, edhe pse fillimisht u ngritën disa akt akuza, qeveria në Beograd, përfshirë presidentin Vučić, ndryshuan qendrim dhe tani thonë se tragjedia ka qenë vepër e sabotimit apo terrorizmit të iniciuar nga vendet e huaja. Një zjarë ka përfshirë një hotel në Obiliq, pronë të cilit është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, një herësh kandidat për kryetar të Obiliqit. Sipas policisë ka vetëm dëme materiale dhe jo në njerëz. Ndërkohë, zjarëfikësit kanë thënë se zjarri ka rritur të shuhet. Hetimet janë duke vazhduar për shkakun e zjarrit. Pas ditën e së shtunës, një zjarë ka përfshirë një hotel në hyrje të Obiliqit. Policia PRTK-n ka bërë të ditur për një zjarë aktiv, saktësisht në magjistralen Mitrovic-Prishtinë. Nga informatat fillestare nuk janë raportuar për persona të lënduar dhe se policia po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave. Ndërkaq, edhe një sit i zjarëfikësve ka dalë në vendin e ngjarjes dhe PRTK-n kanë thënë se për një kohë shumë të shkurtër është shuar zjarri dhe është bërë ventilimi i hapësirës. Zjarri sipas tyre nisi nga recepcioni i hotelit duke krijuar tym në të gjithë objektin. Sipas informacioneve, nuk ka të lënduar. Ky hotel është në pronësi të deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, një herësh kandidat për kryetar të Obiliqit Halej Thaçi, i cili nuk ju përgjigj RTK-s rreth ngjarjes.
Në Dukagjen po vazhdon restaurimi i kullave të cilat janë trashëguar nga familjet të ndryshme. Procesi sipas tyre ka shkuar mirë dhe janë shprehur mirënjohës ndaj Ministrisë së Kulturës për këtë mbështetje. Trashëguesit e këtyre kullave thonë se ato janë të hapura për vizitorë. Pas përfundimit të punimeve në restaurimin e kullës së familjes Geci në Pozharë të Deçanit, trashëgimtarët e saj shprehen mirënjohës ndaj Ministrisë së Kulturës që vazhdon të përkujdeset për këto asete të rëndësishme të trashëgimisë dhe identitetit kulturor, duke i vendosur në shërbim të shoqërisë dhe brezave të ardhshëm. Së fundmi, kulla Muzbajramit, siç njihet në Dukagjen, pas shkatërimeve të shumta në përkohë nga pushtuesit të ndryshëm, radhitet në listën e punimeve të përmbyllura me sukses. Kjo kull ka qenë fillimisht e Muzbajramit, do me thonë brezi tret jem na që e kem trashëgu, edhe e falenderoj Ministrinë e Kulturës, Rinjës dhe Sportës që na ka mundësu me rregullu, edhe kjo jetë si trashëgimi për brezat tashëm. Jo vetëm për neve, po edhe për brezat tashëm. E kanë kry me sukses, si po shihet. Mund ta shikojmë edhe mbrenda, e ka kry me kohë rekord. Punimet në kulla të cilat po i nënshtrohen procesit restaurues në rrafshin e Dukagjenit edhe me të i vazhdojnë. Zyrtar komunal për trashëgiminë e Deçan thonë se këto asete trashëgimore janë në funksion të zhvillimit të turizmit në këtë komunë. Kjo mund të shfrytëzohet me këto vlerat e dikurshme të transformohen, të përshtaten me kohën, të jetë bujtin, mund të jetë edhe vend takim i aktiviteteve të ndryshme kulturore të rajonit Deçanit, Dukagjenit dhe më gjerë, festat të ndryshme tradicionale të shfrytëzohen nga pronorët, njëkohësisht edhe nga shteti, nga zyrtarët, në këtë rast, po edhe në objekte tjera kulturore, edhe në kulla, edhe në mulli, edhe në objekte tjera, edhe fetare qofshin, fëmijët brezat e rinj kur i shohin, ata vetë disohen tamam për një të kalume tunë edhe krenore. Ndryshe, sipas zyrtarëve të Ministrisë, kullat të cilat po i nënshtrohen procesit restaurues janë të familjeve të Bashar Prengegajt në Gurakos të Istogut, ajo e Ozautajve në Isneq dhe kulla Azem Ram Lokajt në Voksh. Luftimet mes forcave ruse dhe atyre ukrainase për kontrollin e qytetit Pokrovsk, i cili është bërë pika qendrore operacioneve ruse, janë intensifikuar edhe më shumë, përderisa Ukraina ka vazhduar me goditje ndaj infrastrukturës energjetike brenda territorit rus. Forcat ukrainase dhe ato ruse kanë intensifikuar edhe më tej luftimet për kontrollin e qytetit Pokrovsk, të cilin Rusia, që më shumë se një vit po tenton ta okupon, duke shënuar humbje të mëdha njerëz dhe teknologji, pa ndonjë sukses. Megjithatë, gjatë javave të kaluara, Moska ka përqendruar një numër të madh të teknologjisë dhe njerëzve në operacionet për marrjen e Pokrovskut, përderisa vetë presidenti rus Putin ka urdhëruar forcat e armatosura ta marrin qytetin para 15 nëntorit. Që nga fillimi i invazionit rus në shkurt të vitit 2022, përkundër humbjeve masive në njerëz dhe teknologji, Rusia nuk ka arritur të merr kontrollin e asnjë qendre rajonale apo qyteti të rëndësishëm dhe insistimi i Putinit për marrjen e Pokrovskut shihet si tentim i Kremlinit për të përmirësuar pozitën e vet në negociatat e mundshme. Njëkohësisht, është bërë e ditur se Ukraina ka vazhduar me fushatën e goditjeve kundër çaqeve të infrastrukturës energjetike brenda Rusisë. Mes tjerash, ukrainasit kanë arritur të shkatrojnë linjat që sjellin naftë dhe gaz për forcat ruse në rrethinën e Moskës. Për dallim prej herave tjera, kur këto çaqe u goditën me fluturake pa pilot ose raketa, këtë herë u njoftua se naftësjellsi i Moskës është shkatruar nga një ekip i sabotatorëve ukrainas, të cilët po arrin të shkatrojnë pika të rëndësishme brenda Rusisë, duke sinjalizuar kështu se Kijevi ka arritur të dërgon njësitë të specializuara të cilat po veprojnë brenda territorit rus, madje edhe në rrethinat e Moskës. Antarët e një komisioni të Kongresit Amerikan, i cili po e heton rastin e Jeffrey Epstein, ka intensifikuar thirrjet e tyre të Andrej Windsor, tu përgjigjet pyetjeve për lidhjet e tij me shkeljesin e ndjerë seksual. Mbreti Charles i hoqi vëllait të tij titullin princ të enjtëm pas muajsh presionin mbi lidhjet e Andrew me Epstein, për të cilat Andrew gjithmonë ka mohuar të jetë i përfshirë.
Të paktën 4 antar demokrat të Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve ka ripërsëritur thirrjet e tyre që Andrew të dëshmojë, megjithse paneli kontrollohet nga republikanët, të cilët nuk kanë treguar se a do ta mbështesin këtë veprim. Kongresmeni Raja Krishnamurthy i tha BBC se do të ishte i gatshëm të thërriste zyrtarisht Andrew, por i kërkoi atij të paraqitej vullnetarisht dhe të tregonte fajin. Duke folur të premten, ai tha se nëse paneli do të thërriste princin, një urdhër zyrtar që një person të paraqitet para zyrtarëve ose të ofrojë prova, do të ishte e vështirë të zbatohej ndërsa ai do të ishte jashtë SHBA-s. Megjithatë, nëse Andrew dëshiron të vijë në Shtetet e Bashkuara ose është këtu, atëherë ai nështrohet jurisdiksionit të Kongresit të SHBA-s dhe unë do të pres që ai të dëshmojë, tha kongresmeni. Veçmas dokumentet të reja gjyqësore të publikuara në SHBA të premten treguan se Andrew shkroi një email në vitin 2010 se do të ishte mirë të takojë personalisht me Epstein, pasi ajo lirua nga burgu për nxitje prostitucioni nga një emitur. Në një email të datës 15 prill 2010, Epstein sugjeroi që princi atëhershëm duhej të takojë me bankierin amerikan Jess Staley, gjë të cilën Andrew tha se nuk ishte në gjendje ta bënte për shkak të agjendës së tij. Lidhja e Andrew me Epstein ishte në qendër të vendimit të së enjtës me njoftimin e pallatit që mbreti Charles i hoqi atij titullin princ. Kjo ndodhi pas publikimit të një kujtimi pas vdekjes nga Virginia Giuffre, ku Andrew akuzohej se si adoleshente e kishte detyruar Giuffre të kryente marrëdhënie seksuale me të në 3 raste të ndara, pretendime që ai gjithmonë i ka mohuar. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet që mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale dhe në rthllive.com. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.